vërtet në vota. Është thjesht marrja një lloj vëmendje, është strategji politike, por nuk besoj. Basa edhe nuk kanë çfarë thonë. Për shembull, zoti Rama të flasi më për ujin e pishëm, të flasi për legalizimet, Rama ka një lloj Basa nuk ka edhe për çfarë. Me ato pasaportën me idenë që unë do të Anasita dhe zoti Basha. Një politikan ka gjithmonë çfarë thotë. Ai që është në pushtet për herë ka pak më të vështirë që t'i bindë njerëzit të thotë gjëra të reja nga ato çfarë ka thënë gjithë këto vite. Por çështja është që dhe duket si një strategji e mirë që ka fitur në këtë rrjetë edhe zoti Basha. Në politike unë shoh një lloj mangësie, nëse për shembull partia e zotit Basha, koalicioni Euroatlantik e ka shpallur programin e vet, mendoj unë që është një lloj problemi lidhe me komunikimin e këtij programi. Ish dashur që njerëzit ta dinin dhe ta merrnin vesh dhe të diskutohej për programin dhe po ashtu për problemet të tjera që ka pasur qeverisja në gjithë këto vite dhe pa u marrë thjesht me shkëmbyer është folur vetëm ajo pika e programit për fëmijën e tretë ku ishin diku te 20.000 euro dhe u bëri hitin e rrjeteve sociale. Pas ke par programin, ja shikon tani Andrea programin e pas ke par. Bashkë kjo është pikë e rëndësishme. Shumë me detaje se Andrea gati që ja pritëm të arritë 20-sha. Në çdo qeverisë ishte pyetje për ata që kanë dy fëmijë, çfarë do bëhet lidhja midis ofertës politike dhe kërkesës që publiku duhet ta dinte, duhet ta analizonte, duhet fuhtej, ti shikonte. Dhe prandaj media sot ka një rol shumë të madh në përçimin dhe komunikimin e këtij programi politik. Po edhe vetë politika do të gjejë ato alternativat për ta përçuar te qytetarët. Duhet jetë depolitizuar, pra dhe vetë media që të shkojë parësi programit politik. Ne sot jemi në shërbim të tyre, ato vendosin me votë nëse ne duhet flasim apo jo, sepse janë katër zonja. Po zonja Karabina. Andrea, më vjen mirë në fakt që të dyja zonjat të prekën probleme të qëndësishme. Elsa tha më përpara që programi duhet ishte trajtuar. Në fakt, është një detyrë e media se duhet ta kishte bërë këtë gjë. Por ja keni lënë të gjitha detyrat të media, zonja Karabina. Një sekond të lutem. Jo, nuk ka shiko. Pse duhet bëjmë ne detyrat që duhet i bëni ju dhe kolegët tuaj? Media bën çfarë ka interes për edhe këtë. Në kuptimin që qytetarët e duan këtë program apo të ishte shpalosur në media. Por, ju e dini shumë mirë se me çfarë jeni marrë ju në gjithë këto muaj. Pra menjëherë pasi ne shpalosëm programin, dhe ishte një program dhe është një program shumë i mirë, edhe media e ka trajtuar në 10 vitet e para, ndodhi që humbet vula. Dhe ju jeni marrë në gjithë muajt cili ka vulën. Po jeni marrë ju me njëri tjetrin që jeni marrë ne me këtë çështje, se nëse nuk do ishit marrë ju me njëri tjetrin, do merremi me programin. Ne nuk jemi marrë me njëri tjetrin, është mënyra se si është përcjellë, është trajtuar dhe është përpunuar opinioni publik që të merremi vetëm me këtë gjë. Tani unë jam çdo ditë me qytetarët. Dhe unë marr nga ata. Fjalë për fatin e një force politike, si mund të merremi ne me premtimet e forcës më të rëndësishme opozitare? Po, juve po merreni, fakt më vjen shumë mirë që më në fund zoti Basha ka hyrë dhe është profili që duhet, ndërkohë që kemi përballë njerëz të tjerë të cilët nuk kanë më atë alternativën, nuk janë shpresë për shqiptarët, kanë probleme me drejtësinë dhe realisht fushata ka filluar shumë. Ata kanë qenë kolegët tuaj deri në 2017 dhe në 2021-shin. Atëherë kanë qenë shpresë për shqiptarët, tani nuk janë më. Tani po flasim për këtë realitetin tani, po do të flasim dhe për atë të kaluarin. Pra po flasim pikërisht sepse jemi me nisjen e fushatës. Pra, kemi këtë realitet politik, kemi një forcë politike të konsoliduar me grupin e kandidatëve, të cilët shkojnë ballë lart përpara qytetarëve, sepse nuk kanë asnjë ngarkesë mbi supe. Ka shumë rëndësi ne që i paraqitemi qytetarëve. Unë jam shumë një kushtoj për qytetarëve, të lutem. Diskursin e programeve politike, jo vetëm për programin e partisë. Ky nuk është një emision vetëm për koalicionin Euroatlantik, zonja Karabina. Ne do të shikojmë tablon si e do. Kështu që mos e fokusojmë se nuk është se po japim zotit Basha kredite dhe as po i heqim. Kështu që atë do tregoj një metmaj nëse ai po bën strategjinë e dur apo jo. Të lutem, a ka interes tani për qytetarët që unë që jam në terren të them një gjë faktike se çfarë ndodh? Patjetër që ka. Pra këtë ne e morëm vesh. Pra ka nisur kjo fushat, zoti Basha ka një mesazh të qëndësishëm që ja drejton kryeministrit prej 12 vitesh që qeverisë këtë vend dhe i thotë ku i ke shokët. Pra shokët shqiptar nuk është se di.